Përgjegjës në spitalin rajonal të Gjilanit kanë thënë se nuk janë të sigurt nëse në këtë institucion ka material të mjaftueshëm për t'u ofruar pacientëve shërbimin e hemodializës nesër. Drejtori i këtij spitali Afrim Cana ka thënë se situata është kritike dhe në rast se nuk gjendet një zgjidhje urgjente, shërbimi mund të ndërpritet jo vetëm në Gjilan, por edhe në spitale të tjera. S'kemi rezerva, praktikisht, apo më kupton, nuk po mujme me thonë për rezerva është çështje ditëve, do me thonë, a mundet edhe nesër me funksionu, le të themi, shërbimi dializës apo jo. Do thonë, nuk është spitala ma për rezerva. Si situata është e njëjtë, nuk ka në për regione, nuk besoj që është dikush ma mirë dhe dikush ma keq. Spitali i Prizrenit po ashtu, do të thonë, nuk është në pikpyetja mundet nesër, për shembull me ofru si shërbim apo jo. Shkak për këtë situatë është bërë pezullimi 2 herë nga qershori i tenderit të rregullt për furnizim me materiale të hemodializës. Për pasojë me vështirësi të ngjashme, sikurse spitali i Gjilanit është edhe ai i Prizrenit. Drejtori Osman Hajdari konfirmon se furnizimi po bëhet vetëm nëpërmjet donacioneve. Është e vërtetë që ka vështirësi furnizim. Nikosisht jem në kontakt me TKK-n, me drejtoreshën e banatorës, me ekipin menaxhues të materialeve të hemodializës. Forma e furnizimit për momentin është me donacione për shkak që qenë përmundën çështje kontraktuale kanë qenë pengesa në kufimin e prokurimit publik. Po shpresojmë që nesër mas nesër do të jetë një epilog se për këtyre kontratave. Edhe në spitalin e Pejës kanë konfirmuar se furnizimi aktual mjafton vetëm për disa ditë. Aktualisht kemi furnizim të mjaftueshëm me materiale shpenzuese për dializë afërsisht edhe për 10 ditë. Në SHSKUK kanë thënë se po bëhen përpjekje që materiali ekzistues të shfrytëzohet në mënyrë të barabartë në të gjitha njësitë ku ofrohet ky shërbim. Si SHSKUK jemi në koordinim të plot ndërmjet të gjitha njësive në mënyrë që materiali ekzistues të shfrytëzohet në mënyrë efikase dhe të balancuar. Paralelisht po punohet që të sigurohet furnizimi i ri me materiale të nevojshme për proceset e dializës me qëllim të garantimit të vazhdimësisë së shërbimit për pacientët. Koha pati raportuar më herët se betejë për tenderin e rregullt të hemodializës po vazhdon në SHP mes 2 kompanive farmaceutike, Meditek që është shpallur fituese dhe MediHealth që paraqiti ankesë duke akuzuar fituesen për përdorim të katalogut të falsifikuar. Vlera e tenderit të rregullt është parashikuar rreth 5 milionë euro, që nga korriku ai ka mbetur i bllokuar dhe si pasojë mungesave të materialit në korrik u hap një tender emergjent prej mbi 300.000 eurosh e të cilin e fitoi MediHealth. Të 2 kompanitë janë ndër operatorët që fituan më së shumti kontrata me SHSKUK-n, Meditek 32 dhe MediHealth 20, por figurojnë njëkohësisht edhe në listën e xhobave si kompanitë më të xobitura për mos furnizim me kohë të institucioneve shëndetësore.